1430 maturant në Bashkinë Shkodër kanë zhvilluar provimin e dytë të maturës shtetërore, atë në London Gjuhë Shqipe. Drejtori i Zyrës Vendore të Arsimit, Brisela Kadia, bëri të ditur si shkalla vështirësisë së provimeve vetëm rritet. Tashmë shkalla vështirësisë në provime sa vjen dhe rritet, sepse provimi i gjuhës së huaj për hir të së vërtetës edhe nga feedbacku që kemi marrë nga vetë maturantët ka qenë në një niveli të mundshëm për të jo të vështirë. Por mund të themi që tashmë shkalla vështirësisë vjen e rritet dhe sigurisht kjo shkon edhe në përputhshmëri edhe me pretendimet që secili nga maturantët ka për të kap ato degë dhe gjimnazit që synon nga njëra anë, por nga ana tjetër edhe për të ruajtur atë notë vjetore dhe mesatare që ka patur në 3 vitet e gjimnazit. Drejtoria Kadia tha se procesi ka qenë i rregullt dhe se nuk janë regjistruar problematike gjatë zhvillimit të provimit në gjuhën shqipe. Kemi qenë shumë korrekt me rregullorën dhe me oraret. Në orën 7 është hedhë shorti në prezencë të përfaqësuesve të ministrisë dhe të gjithë drejtuesve të angazhuar dhe gjithë mësuesve, dhe është bërë pastaj shpërndarja gradualisht në mjediset e provimit, të materialeve të provimit dhe të mësuesve që do menaxhojnë gjithë procesin. Vazhdojmë të kemi 9 nxënës MAK të përqendruar në ambientet në këto 6 ambiente që ne kemi ndarë. Njëri nga nxënësit ka zgjedh që të zhvillojë një test të zakonshëm. Secili nga këto nxënës ka dhe mësuesin që do e asistojë gjatë gjithë provimit. Tashmë është një praktikë dhe një proces që është i mirë konsoliduar dhe gjithë aktorët e përfshirë i njohin mirë të drejtat dhe detyrimet e veta në menaxhimin e secilit nga provimet që do të jenë të angazhuar. Maturantët në të gjithë vendin kanë edhe 2 provime të tjera, ato të matematikës dhe London Mesgjedhje.